Salam aleikum, thot, sa herë jep sadak nga paret që fitoj vet, du t'jap llogari burrit tim. Du më sheftas, por ai insiston. Aleikum salam, rahmatullah. Ki drejt me dhanë dhe mos mi tregu ati fare, për nëse ai insiston ku i dhaje, pse i dhaje, apo sa i dhe, në këtë rast nuk duhesh me gënyn, duhesh me thonë po, i dhash njanit kaq t'holla. Por me i lyp leje nuk ka nevoj, asë nëse nuk të pyet, s'ki nevoj me i tregu. Nëse jep më sheftas, po të pyti, tregoj. Me qëllim që mos më bon gënjeshtër. A i të pyet, a i dhaje, sadak dikuj, ti mi thonë jo, kjo kalon gënjeshtër. Është mirë ai mos me të pyet, por nëse, ose ti me i thonë edhe çka, burr, po kam qeft që sadakën me majt më sheft për hir të Allahut azza xhel, janë paret e mia, po du me dhanë vetë edhe nëse ka mundësi mos insiston me më pyet. Pra nëse mundesh me më shef mirë, nëse të pyet, atëherë tregoj. A me të ndalu nuk ka drejt me të ndalu.